Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin. Do të flasim sot pak për ngjarjen e cila në fakt po merr një lloj populariteti shumë të madh në shtëpinë e Big Brotherit, qasja e Bia Khalifës. Bia Khalifa është duke luajtur një lojë shumë interesante, le ta them një lojë të rrezikshme. Do thoni pse një lojë të rrezikshme? Është një lojë e rrezikshme për faktin sepse Bia Khalifa është një herë pikë së pari një personazh, është një banore e cila prekën lule më lule. Tani i dha një vëmendje jashtëzakonisht të madhe Edit, ja mori vëmendjen, dhe unë e kuptoj pse ja ka dhënë atë vëmendje. Domethënë ja dha vëmendjen për ta bërë Dolçen xheloze apo për ta shkatëruar si marrëdhënie. Dhe realisht Bia ja arriti. Edi që kishte një afrimitet shumë të madh me Dolçen, sot nuk kanë asnjë mirëmëngjesi, sepse Dolçe nuk është që shprehu ndonjë lloj xhelozie që të jetë e dukshme apo të jetë një xhelozie të çmendur për median, për televizionin, ndoshta produksioni mund të jetë në kontakt me Bien edhe dëshironin ta krijojnë atë lidhjen që kishte vitin e kaluar Egli dhe Gjesti dhe Egli që mërziteshte, qante, lotonte për një hyrje apo për një ndërhyrje që i vështe në lidhje. Dolçe nuk e vrau mendjen fare, do me thënë ajo thjesht u largua nga Edi, thjesht u fton nga Edi dhe nuk merreshte fare me Edin dhe me mënyrën se si Edi mendonte dhe i perceptonte gjërat. Dhe në këtë pikë, Edi do me thënë filloi që të afrohet më së shumti me Bien, por Bia në mënyrë shumë interesante, në mënyrë dinake, në mënyrë të pamenduar, u largua nga Edi dhe filloi që të afrohet sa më shumë tek Labi. Do me thënë tani këtë javë ja ka vënë syrin Labit. Bia mundoi që ta provokon, Bia ja komplimenton buzët, duke e ditur që Labi ka buzët botox, do me thënë mundoi që t'ja merr vëmendjen, të afron afër vetes, sepse Labi ka thënë që është një burr i martuar, por siç duket Bia me provokimet e saj, me natyrën e saj mundoi që t'i mbaj djemtë e shtëpisë në kontroll, përpos Toni që në fakt pati ndërhyrje nga babai i tij, sepse edhe Toni filloi që të merr një afrimitet dhe filloi që të merr një pëlqim jashtëzakonisht të madh tek Bia. Do të thënë, Bia është duke luajtur një rol interesant. Apo bëhet Bia fenomeni kryesor i femrave në shtëpi, apo le të themi ajo poli kryesor që në fakt do të krijon atë dinamikën e madhe dhe atë luftën e madhe? Dua të marr mendimin tuaj për Bia Khalifën.